Bismillahirrahmanirrahim. Falënderojmë Allahun subhanahu wa taala, salavatet të dërgojmë të dërguarit tonë Muhammedit alayhi salatu wassalam. Vëllezër të nderuar, pjesa më e madhe e muajit të Ramazanit na kaloi. Por kështu është jeta, vëllezër. Do të vjen një ditë, do të kalon edhe jeta juve. Nuk na ka mbetur vetëm edhe një pjesë e shkurtër e Ramazanit. E për këtë na ka lajmëruar Allah subhanahu wa taala në Kur'an, po thot e jam ma'dudat, janë ditë e numëruara. Ditët të cilët kalojnë shpejt. Edhe Ramazani nuk na met prej Ramazanit vetëm dhe një pjesë e shkurtër. Prandaj na besimtar do të mundohemi ta shfrytëzojmë në maksimum edhe këto natë të cilët na kanë mbetur. Nga se Ramazani veçohet posaçërisht në këtë natë e fundit, nga se është një natë me vlerë, në të cilën ka zbrit Kur'ani. Allah subhanahu wa taala përmend në Kur'an, thot Lejlatul Qadri khairun min alfi shahr. Thot nata e Kadrit është më me vlerë se sa 1000 muaj. Për këtë arsye vëllai i dashur, mundohu të shfrytëzosh edhe këtë natë, mundohu ta shtojsh istikfarin, kërkim faljen ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pëndo të Allahu Gjelle Gjelaluhu, mos leja që të kalon në Ramazanin e ti të mos dalsh i falën prej gjunaheve. Pëndohu sinqerisht e Allahu Gjelle Gjelaluhu, që i durt, lutë Allahu subhanahu wa ta'ala. E lusëm Allah që Allah të na i falë gjunahet tona, ja Rabbel Alamin. E pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë, men sana Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, kush agjeron në Ramazanin me besim të sinqert, duke shpresuar shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala, do t'i falen gjunahet atina. Prandaj dhe na shpresojmë tek Allahu subhanahu wa taala që Allah Gjelle Gjelaluhu do të na falë gjunahet tona. Të mundohemi të i shfrytëzojmë maksimum dhe këto natë të Ramazanit t'i gjadërojmë ashtu që ka gjadëruar pejgamberi alayhi salatu wassalam. Të mos flajmë këtë natë, të mundohemi ta shfrytëzojmë. E lutim Allahun Gjelle Gjelaluhu që Allah të na mëj prej atyre që të jemi të cilët i shfrytëzojmë këtë natë e që dalëm prej Ramazanit me gjunat falë.